Një tjetër skandal financiar e moral trondit administratën socialiste në Fier. Kryebashkiaku Armando Subashi dhe drejtori Alpetrol Eltar Deda, ish deputeti PS-s, kanë përfshirë në tender publik një kompani që zotrohet nga një person me të kaluar kriminale për trafik ndërkombëtar droge. Bëhet fjalë për kompaninë Vesa 2014 SHPK, në pronësi të Edison Salit, biznesmen nga Vlora me dosje penale në Shqipëri dhe Itali, i cili ka qenë pjesë e të njëjtit grup të strukturuar kriminal me Agron Xhafajin, vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Pavarësisht këtij fakti, Bashkia Fier dhe kompania shtetërore Alpetrol i kanë dhënë 10 tender me vlera të larta, më i fundit prej 274 milion lekësh për furnizimin me materiale elektrike, firmosur më 2 tetor 2025. Konkretisht, drejtori Alpetrol Eltar Deda i dha Vesa 2014 SHPK tenderin me vlerë 99.8% të fondit limit, pra praktikisht pagar, duke përsëritur modelin e abuzimeve të njohura që kanë kthyer tenderët publik në instrumenta për pastrimin e parave të krimit. Ligji për prokurimet publike ndalon qartësisht pjesëmarrjen në tender të subjekteve të përfshira në veprimtari kriminale. Madje edhe nëse një kompani fiton kontratën dhe më pas rezulton e lidhur me krimin, autoritetet shtetërore kanë detyrim ligjor ta anullojnë menjëherë. Por në Fier, rregullat e shtetit vlen vetëm për qytetarët e zakonshëm, jo për miqtë e pushtetit. Sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe dosjet e tenderve, Edison Sali jeton dhe operon në Vlorë, ku sipas burimeve hetimore, bashkëpunon ende me kolegët e vjetër të trafikut, mes tyre edhe Agron Xhafajin. Ndërkohë, adresa zyrtare e kompanisë së tij në Fier është e njëjtë me atë të kompanisë Aga 1 SHPK, në pronësitë familjarit të tij Renato Sali Çami, një tjetër emër i njohur për policinë dhe drejtësinë, aktualisht në hetim nga SPAK për trafik droge, pengmarrje, gjobvënie dhe porositje vrasjesh. Edhe ky subjekt rezulton përfitues i disa tenderve publik me vlerë miliona euro nga Bashkia Fier, Bashkia Roskovec dhe Alpetrol. Në këtë rrjet të qartë korrupsioni dhe kapjeje të institucioneve publike nga element të botës së krimit, Shteti Socialist i Fierit duket se ka vendosur të ndajë buxhetin e qytetarëve me trafikantët që e financojnë në zgjedhje.